Nga 1 janari 2026 do të hyjnë në fuqi çmimet e reja të referencës për apartamente dhe pasuritë e paluajtshme në rrethe, të cilat pritet të sjellin rritje të ndjeshme të taksës së ndërtesës si për familjet, ashtu edhe për bizneset. Sipas raportimit të Monitor, numri i zonave kadastrale do të rritet nga 65 në 119, duke ndryshuar ndjeshëm bazën e taksimit për banesa dhe ambiente tregtare në gjithë vendin. Rritjet më të larta parashikohen në qarkun e Durrësit, sidomos në zonën e portit, ku po zhvillohet projekti Durrës Yachts Marina. Në këtë zonë, çmimi i referencës për shitblerjen e apartamenteve është propozuar të rritet gati 3 fish, duke ndikuar automatikisht në detyrimet vjetore për taksën e ndërtesës. Rritjet të ngjashme janë parashikuar edhe në Kamës dhe Vlorë, ku çmimet e referencës janë shtuar ndjeshëm krahasuar me vitin 2019. Bashkia e Vlorës, për shembull, do të ndahet në 7 zona të reja kadastrale, me çmime që variojnë nga 45.000 deri në 140.000 lekë për metër katror, ndërsa Ishulli Sazani do të ketë çmimin më të lartë prej 200.000 lekësh për metër katror. Ekspertët vlerësojnë se ndryshimet do të ndikojnë drejt për drejt në faturat mujore të qytetarëve, të cilët do të paguajnë më shumë për pronën që zotërojnë, ndërsa bizneset do të përballen me rritje të konsiderueshme të detyrimeve tatimore. Ndërkohë, nga e njëjta datë, pritet të hyjë në fuqi edhe ligji për vlerësimin e pasurive të paluajtshme, që parashikon uljen e tatimit nga 15 në 5%. Taksa e re e pasurisë pritet të zbatohet nga viti 2028, pas përfundimit të fazës përgatitore që do të zgjasë gjatë viteve 2026-2027.